vitet e para të pas luftës, sigurisht, u kujtohen ato pak sa ka qenë pak më të vështira. Po, unë kam pas rastin me punu me një organizatë zvistrane, pas luftës edhe kam qenë koordinator në shpërndarjen e krerëve në komunën e Gjakovës, në një organizatë zvistrane. Pa tash një bon marketing, po ka qenë shumë perfekte në kohë, është organizata SDC zvistrane. Një po është dallimi i madh mes asaj që kanë qenë të koordinuar të organizuar punët në atë kohë, edhe sa do të thonë në atë kohë kanë secila se ka pas anamnezën, e ka pas pasaportën e vet, e ka pas historikën e vet, e ka pas do të thonë përshkrimin gjendjen e saj. Edhe sot në Kosovë. A duhet kështu? Ato do të thonë, në vazhdimisht do të bëjmë përpjekje. Nuk është që nuk e kemi syne me arrit atë qëllim, mirë po, na në fakturën pak sa halejnë brapa. Për arsye se fakturë e rrethonat kushte, do të thonë, për momentin nuk lejojnë, a na i synojmë ato qëllime. Një dukuri, ishim ditë më para pak muaj ishim në Francë dhe farmerët atje tash po merrshin rolin e distributorëve, shpërndarëve, prodhuesve të gjethëve, produktiv të qumshtit. Drejt për drejt eksportojnë në Kosovë këtu. Prodhimi gjenetik, kafshëve. A është larg Kosova? Realisht, unë para 10 ditë jam kthyer në shtetet të Evropës, edhe një gjell gjakpastër, shtetet evropiane. Pa dallim kush thon shtetet evropiane, domethënë me shumicë, një gjell kushton prej 7.000, 8.000 deri në 9.000 euro. Disa raste në 10.000 euro kushton një gjell gjakpastër në shtetet evropiane. Te ne në Kosovë gjellet që vinë kualitative. Vinë kualitative për tregun tonë, por nuk janë kualitative për tregun evropian. Për arsye se një gjell në Kosovë që në llogaritin gjakpastër dhe me nivele të kënaqshme kushton 2.500 rreth ose rreth 3.000 euro. Që është prapë dallim i madh mes gjellave që kushton në tregun evropian.